Gjimnazi Koli Dromeno në Shkodër ka përfunduar rikonstruksionin. Pamja e dikurshme me fasadën e rënuar dhe muret e prishura i kalon vendin një hapësire krejtësisht të re, të pajisur me gjithçka të nevojshme për të shërbyer si duhet rreth 400 zonësve dhe komunitetit. Në pamjet e ndara nga kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, shihet transformimi plot i mjedisit shkollor. Sipas shkrimit të tij, tashmë gjimnazi është i pajisur me laborator inteligjent, hapësira për sportin e artin, që i rikthejnë dinjitetin edhe emrit që mban institucioni. Mirëmëngjesi dhe me këto pamje krejtësisht të re të gjimnazit Koli Dromeno në Shkodër, me hapësira të rinovuara dhe infrastrukturë moderne, nga laborator inteligjent tek terrenet për aktivitete sportive, arte dhe zeje, fal një investimi që ruan elementët lokal të qytetit dhe rikthen dinjitetin e emrit të piktorit dhe arkitektit të shuar që mban, në shërbim të rreth 400 zonësve, mësuesve dhe gjithë komunitetit, ju uroj një ditë të mbar, shkruan Rama.